Rruga e vjetër e Bërdicës vjen prej vitesh 8 në gjendje të amortizuar, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës. Ata shprehen se ky aks është lënë arrest nga institucionet përgjegjëse, sidomos pas ndërtimit të rrugës së re që lidh Shkodrën me Velipojën. Sipas banorëve, në rrugë janë krijuar gropa të mëdha, të cilat vështirësojnë lëvizjen e automjeteve dhe rrisin rrezikun për aksidente. Ai që bota strada anaj janë bë gropat në thuj qafën. Ne mon dori herë me reparu, mirë boni. Edhe për jodina për nërë si pas i dalë për këtë punë, pro. Në rëzik në thuj qafëna, pa marrë thësh. Janë bë gropat dhe rejto, po pra, na kena fërrat herë tjetër, për tash, se keni varë. Ne marrë, për i atje ku, derë atje, derë të harku. Po si më i bënesh, do të më rrugullu, ka vite, që ka abat të stata, pra, anaj. Ata theksojnë se ndërhyrja është e domosdoshme në mënyrë që të vinë në ndihmë banorëve që prej kohësh e kanë ngritur këtë problem, pasi situata është përkeqësuar ndjeshëm me kalimin e viteve.